Kemi vërejtje në përgjithësi për mënyrën se si konceptohet sot aktrimi, me që edhe profesori i aktrimit edhe sigurisht plot vërejtje kemi në këtë drejtim. Po, fatkeqësisht nuk është ai aktrim që neve kemi mësuar shumë më herët. Unë mundohem që me aktorëve edhe në fakultet, po edhe ku punojmë, domethënë, të jemi vetvetja, të jemi të besueshëm në skenë, të jemi të sinqertë në skenë, sepse kur të jemi të besueshëm, sinqertë dhe të jetojmë në skenë 100%, atëherë e kemi kapur për publikun. Dhe mos të punohet vetëm sa për të punuar dhe sa për të kaluar ndonjë projekt. Normalisht që gjatë karrierës do të ketë edhe role që duhet i kalojmë. Vetë ndoshta na imponohet prej x shkaqeve, regjisori, nuk e di, buxheti, ajo kjo gjitha do të mirën parasysh. Ka role që me të vërtet duhet jepet mund dhe duhet sakrifikohesh. Ka role ku nuk duhet jepet mund shumë, duhet luhet aq sa është. Nëse është 1 kilogram, ne do të ngrejmë vetëm 1 kilogram, nuk ka nevojë të luajmë sikur i ngrejmë 100 kilogram, a kupton? Kështu që duhet luajmë aq sa na jepet mundësia dhe aq sa duhet.